Përshëndetje të gjithëve, së pari dua ta nis me një falënderim për Fan Club që krijoi mundësinë të jap një serim rreth kësaj bisede dhe të them me plot bindje është keq kuptim. Unë jam shumë e lumtur që po e përcjellin Andrean dhe po e suportojnë me dëshirën për të njohur atë njeriu e dashur dhe allegro që njohim dhe ne. Në një reality show ka diskutim vende për keq kuptime dhe jam e sigurt që ai është keq kuptuar. Është këshën për përgjegjësinë që ka ndaj publikut. Andrea, si shumica e shoqërisë shqiptare, është rritur duke dëgjuar nga brezat paraardhës shprehi të ndryshme, ndër të cilat dëshira e madhe të pasurit një djalë për të trashëguar mbiemrin. Po, ajo që tham. Është ajo që tham. Që është nga tradita. Por si çdo eksperiencë e re, dhe të bësh prind për herë të parë, të ndryshon kuptimin dhe esencën e jetës. Jam shumë krenare për Andrean, që e ka kuptuar mendimin e gabuar, që në momentin që mori në krah për herë të parë mrekullinë që na dhuroi Zoti, dhe sot të tregon për të dhënë një mesazh sensibilizues dhe duke bërë shembull veten e tij. Jam njeriu më me fat që e kam zgjedhur ta kem në krah, një bashkëshor dhe një baba të mrekullueshëm dhe të përkushtuar për familjen, Gerta. Dhe ne i urojmë lumturi familjes. E përshëndesim Gertën, faleminderit për mesazhin që ka dërguar.